Pas vitesh tensionesh dhe kritikash të forta reciproke, marrëdhëniet mes presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe ish zëvendëskryetares së qeverisë dhe ish figurës kryesore të Partisë Progresive Serbe, Zorana Mihajlović, duket se kanë hyrë në një periudhë të reharmonie. Në një deklaratë televizive, presidenti Vučić sugjeroi se Mihajlović mund të ishte rikthyer në radhët e partisë së tij. Mihajlović nga ana tjetër e mohoi formalisht kthimin, por pranoi hapur se mbështet plotësisht politikat e Vučićit për zhvillimin e Serbisë. Unë nuk jam antare e partisë, por e dua vendin tim dhe mbështes politikën e zhvillimit, ruajtjes dhe kujdesit që presidenti po ndjek, deklaroi Mihajlović për median serbe Danas, duke treguar një kthes të dukshme në retorikën e saj të mëparshme kritike ndaj SNS-s. Ajo theksoi gjithashtu shqetësimin për kërcënimin që i vjen vendit nga anarkizmi, ignoranca dhe bllokimi, duke theksuar se pasojat e bllokimit të vendit janë të pakuptueshme dhe unë do të vazhdoj ta kundërshtoj këtë. Mihajlović veçanërisht nënvizoi mbështetjen e saj të fortë për realizimin e projektit jadrar dhe zhvillimin ekonomik dhe social të Serbisë. Ndryshimi në qëndrimet e saj është bërë gjithnjë më i qartë gjatë muajve të fundit përmes postimeve të shumta në rrjetet sociale, ku ajo ka kaluar nga kritikat e hapura në mbështetje eksplicite për presidentin Vučić dhe iniciativat e tij politike. Një shembull simbolik ishte postimi në Instagram ku ajo ndau imazhe nga një tubim politik i Vučićit me mesazhin entuziast do të fitojë Serbia, njerëz që festojnë vendin e tyre. Ky ndryshim i qëndrimit vjen 3 vite pasi Mihajlović shprehte publikisht pakënaqësi ndaj mënyrës se si disa anëtar të SNS-s e përdornin partinë si një mjet për pasurim dhe promovim personal. Atëherë ajo kishte kërkuar që emri i saj të fshihej nga listat e partisë. Duket se këto marrëdhënie komplekse kanë arritur një ekuilibër të ri, duke nxitur spekulime mbi një bashkëpunim më të ngushtë në të ardhmen dhe ripozicionimin e Mihajlović si një mbështetëse kyçe të politikave të Vučićit dhe partisë që ajo dikur kritikonte ashpër.